Shqiptar kudo që jeni anë mbanë në përbot, ju pret nëna që ju lindi në kirin e saj të ngrot. Ndërruar vëllezër dhe motra, miq të ftuar, ndërruar Zoti Limani, kryetare Rodina Bardi, fakt është emocionuese të shohësh jesh nga Labëria, e të shohësh kaq labër këtu, është vërtet emocionuese. Personalisht jam dhe unë nga Vlora. Jo për krenari, po. Zoti u bekov gjithë që jeni këtu, që jeni bashkë. Kënga Labe nuk është vetëm thjesht një melodi që na kënaq, por do ta quaja një ritual që të parët tanë e kanë pasur si ritual të shenjtë. Kënga Labe ka historinë e saj, veshjet, traditën, kulturën, që të parët tanë deri në vitet 50, gjyshrit tanë i kanë patur veshur këto veshje, që neve sot i shikojmë me kaq mallëngjim, por fatkeqësisht sistemi koz i hoqi si prapambetje. Por sot janë për gjithë neve një krenari që shpresojmë që një ditë të shikojmë përsëri të veshur nga bijtë dhe bijat tanë, si një veshje unike dhe krenare për të gjithë trevat tona shqiptare. Labëria, përveç se ditëve të gëzuara, siç thamë, ka kaluar dhe ditë të hidhura. Dhe të gjitha e ka prur në përvajje, sepse duke qenë një kombë që na kanë lënë të dobët, e kemi patur të pamundur që neve ta shprehim pakënaqësinë tonë duke demonstruar dhunë, por e kemi çuar nëpër këngë, sepse ajo aty ngelet e përjetshme. Një ndër këto është dhe këngët që Labëria ka kushtuar Shamërisë, një plag e hapur për gjithë kombin tonë. Nëse të qe Bektashiane në 70 vjetorin e themelimit të institucioni, kemi parë që tradita jonë, demonstrimi i traditës tonë, gjithmonë i bashkon brezat. Dhe sot, kënga Labe, me demonstrimin e saj, ka bashkuar të gjitha moshat. Le të jemi neve përcjellësit më të mirë të kulturës, traditës, tek bijtë dhe bijat tanë. Brezat shkojnë dhe një ditë duhet shikojmë punën e mirë që kemi bërë, punën e mirë që po bën shoqata Labëria. Nuk është e lehtë të jesh në mërgim. Deri dje neve kemi patur ëndër, ndoshta edhe kur kalonim nga jashtë që të ishim ditë brenda në Universitetin Harvard, kurse sot po këndojmë lapçe, fal zotërisë që kemi këtu, fal zotërinjve të tjerë, fal punës së Vatrës, fal punës gjithë neve. Pra, kënga Labe, ai bashkimi atyre burrave që bashkohen gjithë bashkë dhe bëjnë një zë, është shembull i mirë për gjithë ne. Ne duhet bashkohemi, sepse siç e kam thënë, ne shqiptarët nuk kemi mik tjetër përveç shqiptarit. Do të shikoni gjithë komshinjtë rreth rrotull, na urrejnë, na vrasin, na kanë poshtruar, na kanë treguar si njerëz të egër, si njerëz të pa edukat, si njerëz të pa disiplinuar, por neve kemi patur kanun, kur të tjerët nuk njihin ligj edhe rregull. Pra kjo është krenaria jonë, krenaria të gjithëve, të ndihemi krenar, që jemi shqiptar dhe veçati lebër. Zoti ju uroj gjithëve. Faleminderit. Siç e thanë, Bostoni është vërtet vendi ku shqiptarët e parë janë mbledhur. Baba Rexhepi është nga Gjirokastra dhe ai një lab i cili ka themeluar të qenë e parë Bektashiane në 1954. Është munduar ta themelojnë këtu në Boston bashkë me Fanoli. I kanë thënë Fanolit që ka ardhur një dervish që do t'i bëj ta ortodoksët shqiptar, do t'i bëj musliman. Dhe kur kanë qenë në një mbledhje ka pyetur Fanoli babain, i thotë baba, thotë më kanë ankuar këta njerëzit, po më thonë që do t'i kthejmë ortodoksët musliman. Dhe baba i shpërgjigjur, ne jemi këtu
për t'i mbajtur shqiptarët shqiptar. Kur ka patur nevojë, thot, të qetë Bektashiane, i kanë bërë dhe trimat dervisha, dhe i tregon historinë e Çerçistopullit ku i ndihte një turku, janë strehuar në Teqen e Zallit dhe kur rrethuan Teqen, babai del dhe flet me komandantën turk i thotë, ky është një vend fetar dhe juve shkërkoni këtu. Kemi dëgjuar që strehoni njerëz që luftojnë për Andorinë, njerëz të këqij. Dhe babai thotë, jo, neve nuk strehojmë njerëz të këqij dhe gjithë ata trimat që ishin brenda, ishin veshur me veshje popullore, babai i veshi me taçet Bektashie, me këto rrobat që kemi neve. Dhe kur futën komandantët turq, ata trimat dhe me mjek rrishin, dukshin si dervisha dhe i thotë, ky është dervish Qeshizi, ky është dervish Mihali, dhe kështu që i shpëtuan. Dhe Panoli ka qenë një nga përkrasit më të dhënë për Xhepit, ku neve hapën Teqen e parë, dhe mbas asaja, profesoresha amerikane Frances Triggs ka bërë një punim të jashtëzakonshëm, një antropologe e madhe, dhe unë kam nderin dhe kënaqësinë që këtë punim dua t'ia jap kryetarit të Katedrës Gjuhës Shqipe, këtu mos gabohem, zotit Faton Limani, dhe shpresoj që në të ardhmen kemi bij dhe bija nga ky universitet, antropolog shqiptar, që të shkruajnë për këngën labe, për traditën tonë, mos ja lënë të huajve që të shkruajnë për neve. Ne jemi të Zotët vetë. Zoti ju ruajt. Profesor. Tradita Këndojmë këngët e tabani, vim nga vatani, more selami. Ja pra vëllezër dhe motra besimtar, kemi ardhur këtu në fund të një takimi mbreslënës të organizuar në Tempullin e Dijes, një nga universitetet më prestigjioze të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në Universitetin Harvard, ku neve sot patëm rastin të prezantojmë një pjesë të traditës, kulturës tonë historike, këngën labe dhe polifoninë e saja. Përveç se zë një vend të jashtëzakonshëm në traditën tonë shqiptare, kënga labe, ka dhe një vend të jashtëzakonshëm në historinë e bektashizmit, ku janë të shumta këngët që u dedikohen baballarëve, dervishëve dhe teqeve për sakrificën e madhe që kanë bërë në punën për të mbajtur gjallë gjuhën, traditën dhe zakonet tona, të një të gjë që dhe teqeja jonë Detroit për më shumë se 70 vjetë vazhdon ta kryej këtë mision më së miri. Zoti bekoft Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të gjithë ata që na mundsuan sot të jemi këtu, përgjatë në lavëria, i urojmë suksese në punën e saja. Zoti i ruaj të gjithë bashkëdhetarët tanë kudo që ndodhen anëkën botës, dhe Zoti i bekoft të gjithë ata që mundohen, punojnë për të mirën e Shqipërisë dhe të shqiptarëve.